Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita e 10 korriku 2026 sjell energji të reja dhe mundësi për të zgjidhur çështje që kanë mbetur pezull. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja dhe të fitoni vlerësimin e të tjerëve. Në dashuri komunikimi i sinqert do të afrojë më shumë çiftet, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante. Demi. Kjo është një ditë që favorizon stabilitetin dhe vendimet e menduara mirë. Në aspektin profesional mund të merrni një lajm pozitiv ose të përfundoni me sukses një detyrë të rëndësishme. Në jetën sentimentale, mbizotron qetësia dhe mirëkuptimi. Beqarët mund të takojnë një person që do t'u zgjojë interesin. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni blerjet impulsive. Binjakët. 10 korriku ju gjen plot ide dhe dëshirë për të komunikuar. Në punë do të arrini të bindni të tjerët me argumentet tuaja dhe mund të lindin mundësi të reja bashkëpunimi. Në dashuri, një bisedë e hapur do të zgjidhë keq kuptime të vogla. Beqarët kanë mundësi për njohje përmes rrethit shoqëror. Financat përmirësohen gradualisht. Gaforia. Intuita juaj do të jetë udhërrëfyesi më i mirë gjatë kësaj dite. Në punë mund të merrni një përgjegjësi të re që do të hapë rrugën për zhvillim në të ardhmen. Në dashuri partneri do të vlerësojë përkushtimin tuaj, ndërsa beqarët mund të kenë një takim të papritur. Në mbrëmje kërkoni pak kohë për relaks dhe qetësi. Luani. Dita sjell mundësi për të qenë në qendër të vëmendjes. Në punë do të tregoni vetbesim dhe kreativitet, gjë që mund të sjellë rezultate pozitive. Në dashuri, marrëdhëniet ngrohen fal një komunikimi më të hapur. Beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt me personalitetin e tyre. Financat janë të mira, por mos nxitoni me investime. Virgjëresha. Kjo ditë favorizon organizimin dhe planifikimin. Në punë do të arrini të zgjidhni çështje praktike që ju kanë shqetësuar prej kohësh. Në dashuri, një gest i vogël do të kenë ndikim të madh në marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të afrohen me dikë që ndajnë interesa të përbashkëta. Financat kërkojnë disiplinë, ndërsa shëndeti përmirësohet nëse i kushtoni rëndësi pushimit. Peshorja. 10 korriku sjell harmoni në marrëdhëniet personale dhe profesionale. Bashkëpunimet do të ecin mirë dhe mund të merrni mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri, dita është e favorshme për të forcuar lidhje ose për të bërë plane të reja. Beqarët mund të kenë një njohje të këndshme. Financat mbeten të balancuara. Akrepi. Vendosmëria juaj do të jetë çelësi i suksesit. Në punë mund të përballeni me një sfidë që do ta kaloni fal përvojës dhe durimit. Në dashuri shmangni xhelozinë dhe besoni më shumë te partneri. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga një person misterioz. Një mbrëmje e qetë do t'ju ndihmojë të rifitoni energjinë. Shigjetari. Kjo ditë ju frymëzon të kërkoni eksperienca të reja dhe të shihni përpara me optimizëm. Në punë mund të shfaqen mundësi interesante për zhvillim ose udhëtime. Në dashuri atmosfera bëhet më romantike dhe e ngrohtë. Beqarët kanë shanse të njohin dikë gjatë një aktiviteti shoqëror. Aktiviteti fizik do t'ju mbajë në formë. Britsjapi. Përkushtimi dhe serioziteti juaj do të shpërblehen. Në punë mund të merrni vlerësime ose përfundoni me sukses një projekt të rëndësishëm. Në dashuri, partneri do të vlerësojë mbështetjen tuaj, ndërsa beqarët mund të afrohen me dikë që ndajnë të njëjtat vlera. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe pushimit. Ujori. 10 korriku sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Në punë do të dalloheni për kreativitetin dhe mënyrën origjinale të menduarit. Në dashuri, sinqeriteti do të forcojë marrëdhëniet ekzistuese, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje të papritur. Një aktivitet i ri do t'ju jap motivim. Peshqit. Kjo ditë ju fton të dëgjoni intuitën dhe të mos nxitoheni në vendime. Në punë do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja në një projekt të rëndësishëm. Në dashuri mbizotron ngrohtësia dhe mirëkuptimi, ndërsa beqarët mund të krijojnë një lidhje premtuese me dikë që i kupton. Mbrëmja është ideale për relaks, reflektim dhe kohë me njerëzit e dashur. Horoskopi në Top Albania Radio.